partisë, dhe më thonë njerës që eskorta që dhe më thonë që i nështrohën ambicjes tina politike, dhe më thonë egos tina, meskinitetit dhe idesë të tinë mesianike. Aje për jetën vetën sigur një farë mesie, një farë rrugove mrena LDK-s, e pe pret momentin që kur t'je në kryet LDK-s, pe pret momentin edhe mi dhonë kështo epilog dhe zgjedhjes përfundimtare të Kosovës, dhe edhe të shqiptarëve. Në këtë logjik, po du me thonë që nuk ka shpresë prej Lumir Abdigjikut. Mundet me pas për Bedri Hamdës i ka dhënë sinjalet e para të konstruktivitetit. Unë po përmenet edhe për Azrenit edhe për Salihut që ka pas gatishmëri për Zotë Haradi. Nuk e këmë vërejt atë gatishmëri sepse... Në fillim ka thonë lab, oni nuk për qeverin, s'po du poste i kini votet e mija. O konë temër korrekt, o konë shumë interesum. Këta se në konë... Po, në fillim, e ka pasat... E ka përbrëndësua të modelin e vetëvendosës që ka pasë 2014-ën, ju ka thonë juve pushtetin pjavdhëroj, me votat mijat, veç bëni një koalicion, një aleancë. Po, korrekt se pozicion. Kur do i mirëvesh që votat e mija, grani. Këta se në marrëvesh. Pozicioni Lumirit mu ma kujton fabulën e Bretkosës. Është vetëm Lumiri këtë penges, pëse nuk është krijuar dhe a mund të bëhet përsëri penges Lumiri nëse vjen për një blok nuk e di, uroj që ka reflektue. Pas në shkurtit, Lumiri ka pas një qëndërim politik të përheshëm. As me ish opozitën, as me Albin Kurtin. Dhe me unë i veçantë. Kjo më kujton atë fabulën e Bretkosës, kur shkon Luani në gjungël, i mledh këtë gjallësat, edhe i thot, kafshët gjallësat e inteligente me një onë, dëbukat me një onë. Bretkosa përrej në mes, as po di ka mu shkyjë dhe me këtë. Dyat. Mishirim... Ku je ka shkon, Bavedin? Që kjo mu pengon kjo qasje ti, gënjës sësh për mu kesh, po do me kaldu cilë e pozicioni ti, që i arogancën ti, s'po di ka mu shkyjë dhe kjo Bretkosë, edhe kjo njetë, as me këta, unë ma ju e qanë. Jo besë se këtë seriosisht, dhe këtë përshata jote, e para në shkurtit bjen uj, kur ti kej e kësi qëndërime karshi mundësis me e kurtin. Kjo skandal, manaj. Uroj që ka reflektue, kjo listë që e ka tash është shumë ma e mirë, besoj që ka ma shumë aty zëra tjerë, ma konstruktiv saj, edhe LDK-ja i thirë mendos nëse dhe me e kurtin. Unë pajtorna, unë imi binde që kurtin për të krejtësia mende, që 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 këta, së është asë për LDK-ja të LDK-ja. Kjo problemi jenë. Atë barësia. Dishka qëto që e thash spekuliseve si burim që Lumiri, kur ka thonë, kur thët e pres 15 vjetë që shka prit Albini, është edhe një kom tjetër. Ky për një me adhuron Albinin. Dhe me thonë, dënë me për cilë, e ka pavedeshëm këtë trajektorin e ti politike. Dhe me thonë... Ishala si qëtë kongë si e dëna valoshë me ty. Këtë mundet vetit mja bo një. Vetit një mundet mja bo. Veçin se doljëm tek fushata dhe kënga e Dona Laloshit. Gjermania i ka ndaluar të bimet para zgjedhore në Kosovë, Regjaj, por jo dhe Zvicra. Ja plasi zemrën Saliu, Zvicra e vetë. Që ka po të bojnë kështo diaspora? Zvicra nuk merët atë shumë me këto probleme. Nuk është mos i përpara. Gjermania është një situatë tjetër se atje kur e ndaloj Erdoganit që mos të baj fushata në Gjermania, atë du t'i kenë dëparime, mos t'jenë vetëm kundër dikujna dhe për dikant tjetër. Në duket se ato ishin arsyet. Dërsa Zvicra nuk e ka këtë problem, se këtu Erdogani, Turq nuk ka shumë, edhe ata si janë, nuk janë për krahas të Erdoganit, po janë të opozitës. Kështu që nuk merret shumë me këto tubime, fundit këto janë tubime, për shembull tubimi i Albin Kurtit është i lajmëruar si koncert, nuk është i për tubim si tubim politik. Po, ishte dhe koncert, të themi të drejtën, apo jo? Po, ishte dhe koncert, për fatkeq shumë ishte. Se fatkeq, ku kamër fatkeq, muzika është e mirë, nuk është e keqe. Me jek pak shtresin mërgjimtar të... Nuk është muzika e keqe, po për besën nuk mbaj mend për posën Verhoxhës, nuk e di se dikuj për gjallë kanë dalë këngëtarë dhe i kanë këndu. Ibrahim Rugovës, pa lekajt. Po. Besoj si Ibrahim Rugova, kur ka qenë prezent, dikur që i ka kënu këngës. Po që madje e kaftu në zyrën e ti këngëtarën. E ka falenderum. Adelina Ismail. Nuk këngëtarë, po jo kur ka qenë ai prezent me dalë paratina dhe me... Sepse ka qenë i paqas shumë Rugova. Rugova ka qenë i qasëshëm, nuk e di që shpe... Qyre, nuk reasot kulti, se Rugova për një mes e ka dash kultin e individit, kur të vetja. Nërka kulti e tonë, këto e dinë edhe labi, po për te kësaj. Edhe unë pajtona me Saliun që kjo është, në më thonë, këtu qmenduria për dit shkon nivele më të nalta. Hajde një këngëtare që ka qenë kodin e Ismailin, regull e ka
e preferon si politikan. Kanë qenë edhe rrethana tjera, sepse i këndon Ibrahim Rugova, Edhe ka qenë kohë lufte, po ka qenë kohë tjetër kohë dash për mobilizim. Çka e çojnë njerin me mend krye deputete e Kuvendit të Kosovës, qote bastardon një kongë, se konga e qërmulles është. Por hirë të vërtetës një adzetari i madh, një patrioti i madh i lëvizjes kombëtare, edhe kjo e krahason me një njeri që ka dezertuar në luftë. E para kjo, e dyta, qysh bën me arti e strat, nëse e dona Lalloshi, pak i thot vetë artiste, është mirë ndalu artin prej estradës. Kjo është estradë. Kjo është showbiz manaj. Edhe tash në çet nivel degradon përfaqësimi jon institucional. Deputeti i Kosovës, që merr parë pi taksave të mia, që të bën asi performanca katastrofale që na irriton gjithë secili prej neve. Këta kujton Arivulladin në kohën e komunizmit, 500 vjet në ana e priti, Skënderbeu një vllaj arriti për Enver Hoxhan. Domethënë burimi i jonë, raport me pushtetar, nuk ish frika, ish servilizmi. Mundje kjo tragikomedi e Donos, nga shtim me rishirtuar pozicionin të për histori. Ajo mungi